Një pyetje tjetër ka të bëjë me ngjarjet e fundit. Dje sot ishin në media disa takime të presidentes Osmani, ku është takuar me presidentin Trump, edhe herë tjetër është takuar me presidentin Trump. Edhe kryeministri Kurti ndodhet në Shtetet Bashkuara, nuk e di në kuadër të Asamblesë OKB-s apo në kuadër të ndonjë ftese tjetër. Këto biseda, këto takime, ndoshta kortezie në një moment të caktuar, ose me ndërmjetësimin e lobit edhe shoqatave shqiptaro-amerikane të AACL-s, që ishte para disa ditësh me një përfaqësues të parlamentit amerikan në Komisionin e Punëve të Jashtme, i cili mbështet çështjen e stabilitetit në Ballkan ndër të tjera dhe çështjen e stabilitetit në Kosovë. Duhet të shohim këto si një politikë zyrtare në një krah të gjerë, t'i japim domethënien që duhet, mos i japim më tepër kuptim se sa kanë në realitet. Nëse përket presidentes Osmani, unë kam qenë javën e kaluar ftuar me një pritje që u bë në Staten Island, për fat keq nuk mund ta arrijë, e di që ajo sot është në Philadelphia dhe një herë Albin Kurti, kryeministri i natyrë, është në shtetin e New York nesër. Presidenti Osmani është në kuadër të Asamblesë OKB-s. Ajo kishte një takim jo formal me Shtetet e Ballkanit me përfaqësuesin Richard Grenell dhe ekipin e tij. Gjitha këto gjëra ne duhet t'i marrim si gjëra të mira për arsye se çështja e Kosovës po është në prijezë dhe në takimet e ndryshme formale apo jo formale për sa përket liderëve kryesor. Dhe duke pasur parasysh, duke shkuar më pa në historinë tonë, këto takimet jo formale nganjëherë ndikojnë edhe më shumë se sa takimet formale, për arsye se japin informatat e nevojshme aktorëve dhe atyre vendimmarrësve që marrin mendime kur vjen në puna tek gjërat kryesore. Kështu që gjitha ato takime mendoj që janë në të mirë të Kosovës, mirë po kryeministri në detyrë se si është prania e tij dhe si po pritet ajo, nuk kam shumë informata të detajuara për momentin, por shpresoj që do ketë këto takime në nivel më të lartë, më shpresoj që do takohet edhe do të jetë në zyrën ovale, sepse ajo është diçka që nuk ka ndodhur në këto 4-5 ditë të fundit dhe është diçka që ne presim dhe mendojmë që do të jetë. Duke pasur parasysh se ne si qytetarë të Republikës Kosovë do ta kishim në një lloj si zhgënjimi gjatë vetë administratës së fundit me presidentin Joe Biden, duke pasur parasysh lidhjen që ai kishte me Kosovën jo rrit, dhe ndoshta kemi pritur më shumë që të bëjë edhe disa gjëra të përfundonin, sidomos biseda teknike me Republikën e Serbisë, por ato gjëra nuk ndodhen, ndoshta ishte për shkak vetë pajësia dhe nga ana jonë, por arsye se si u relaksum në një farë mënyrë, duke menduar se ai e Kosovën do ta ndihmoj pa bërë asgjë. Kështu që mendoj që është koha që ne të kthehemi prapë dhe të jemi më aktiv për sa i përket lobimit dhe njerëzit tonë të jenë më pranë dhe atyre që marrin mendime sidomos në administratën Trump dhe duhet të arrijmë deri në zyrën ovale në muajt apo në vitin e ardhshëm gjithsesi. Një çështje tjetër që ka të bëjë me Kosovën dhe është ndjekur gjërësisht, ka të bëjë me gjyqin ndaj ish drejtuesve të UÇK-s në Hag. Ka pasur një protest ish antarëve të UÇK-s në Hag. Ka pasur deklarata të ish përfaqësuesve amerikan si James Rubin në bisedimet të cilët janë në favor të zotit Thaçi dhe të çështjes së UÇK-s aty. Po shihet sikur Shtetet e Bashkuara ndoshta do të kemi edhe një reagim më të lartë në drejtim të kësaj. Unë para disa kohësh pata intervjuar zotin Grenell në atë kohën para zgjedhjeve dhe ai më deklaroi se ai do bëj ç'është e mundur që Thaçi të dalë jashtë nga gjykata e Hagës, se të mos dënohet duke u nisur dhe nga gjykimi i tij që kishte ndaj ish prokurorit që më vonë u bë dhe prokurori presidentit Trump. Si e shihni ju? Ka një situatë për të mirë, pasi ne duam që çështja e UÇK-s të mos ndotet nga asnjë lloj gjyqi i këtij lloji, i pabazuar në mendimin tim.
Në ditët e fundit, sidomos edhe tashti, domethënë këto ditët javët e fundit ka pasur një aktivizim në shtatet të ndryshme, sot po shija dhe banera dhe ato reklama që ishin vendosur edhe në Tiranë, në Republikën e Shqipërisë, liria do lironi çmtarët me tikën me shkrimin e tillë. Kjo për fat të keq, ky krijimi që ka të speciale vetë dhe vetë gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s dhe njëherë liderëve të pas luftës është një padrejtësi që është bërë vetë luftës tonë shqiptare duke pasur parasysh arsyen dhe ato që ka bërë UÇK-ja, duke mbajtur pragën e derës dhe fëmijët, gratë dhe familjet e tyre duke mos bërë asnjë dëm kundrejt të pafajshme, por duke mbajtur shtëpinë dhe derën e tyre. Kështu që çdo gjë që ndodh këtu dhe çdo lloj gjykimi që do dënonte ndonjërin nga krerët e UÇK-s, këtë rast 4 të përmendurit, do ishte dëm i madh për vetë ndonjëllose vetë UÇK-ja, duke pasur parasysh se shumë prokurorë aty dhe të huaj, sidomos Rusia dhe Serbia dhe ratet e tyre kërkojnë që ta përfshin këtë dhe të thuhet sigurisht e pjesë UÇK-s, me që ne dimë që nuk është, nuk ka pasur asgjë të tillë. Vetë dëshmia e James Rumi që zgjati për 3 ditë të ndryshme tregoi shumë gjëra, domethënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në DNI dhe informoi të gjithë domethënë për ato se çfarë vendime merreshin, kush i merr ato vendime dhe çfarë ndikimi kishin vetë të 4 të përmendur që ndodhen në Hag për momentin. Vetë fakti që ata janë aty në parapagim për 5 vite ashtu është një gjë që nuk është edhe thuaj normale, parasysh ata mund të kishin drejt, ata vetë u paraqiten, nuk ishin të ikur nga drejtësia dhe u lëmuan aty dhe mund të mboshin veri, por në njëjtën kohë shohim edhe disa gjëra negative këto javët e fundit që ndodhin kur një kohë e shkurtër i jepet mbojtje që paraqit dokumentat e tyre, ndonjë veprim dhe vendimi i shpejtë që mund të merret, po shija disa informata të fundit deri me 2 mars të vitit 2026, dhe mbojtja duhet paraqes dokumentat e tyre apo dëshmitë e tyre deri në nëntor apo restriktivisht dhjetor të këtij viti, dhe pastaj merrem mendimin. Kështu që shpresoj që gjithë kjo të mbyllet. Kam parë disa aktivizime duke pasur parasysh që vetë gjatë dëshmisë së James Rumi për 3 ditë ne kishim përfaqësues të Departamentit të Shtetit në Hag aty dhe ajo tregon aktivizimin dhe rëndësinë që vetë administrata Trump dhe Departamenti i Shtetit Amerikan i jep këtyre dëshmive dhe këtyre veprimeve atje që duhet ndodhin. Kështu që mendoj duke pasur parasysh këto lëvizje nga Departamenti i Shtetit dhe administrata Trump, mendoj që aty është një aktivizim, një kujdes dhe është një vigjilencë ndoshta më e rritur dhe dëshirojnë që kjo të përfundohet këtu sa më shpejt dhe të shpahet të pafajshëm me shprehje që është dëshira jonë dhe të mos njolloset UÇK-ja dhe lufta e saj për shlirinë dhe lirimin e Kosovës ndaj gjenocidit serb që është bërë popullatës shqiptare. Zoti mentor, ju falemnderit për analizën e hollësishme të situatës në Kosovë, të problematikave që po ndeshen aty, të aktivizimit politik të Kosovës edhe në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju falenderoj dhe për punën e mirë që bëni sekretari i Degës së Bostonit, që ka qenë qendra e dikurshme e Vatrës, dhe për punën e mirë që po bëni aty në kuadër të Vatrës, po dhe në kuadër të gjithë komunitetit shqiptar. Të besojmë se shqiptaro-amerikanët, ashtu si që kanë ditur të lobojnë për pavarësinë e Kosovës, do dinë të mbrojnë politikisht atë edhe në Shtetet e Bashkuara me shokët e miqtan, por ne duhet luftojmë nga ana tjetër të kemi edhe përfaqësimin ton në Kongres, se vetëm kështu interesat e trojve shqiptare në Ballkan do të mbrohen më së miri. Ju falemnderit. Faleminderit juve edhe urime punën e juaj, suksese njëherë edhe urime për 25 vjetorin e televizionit tuaj dhe sukseset më të tjeshme në punën që bëni për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara dhe vëgjerë. Gjithë të mirat, miru takofshin. Faleminderit.